Përshëndetje Hoxh, më bone kurioz, pash zotin nga merr vesh thot se është magji mërjau. Përshëndetje. Atëherë, duke pas parasysh që magjistarët i bëjnë lëvizje të tilla, pra bëjnë magji me fotot, dhe përmendja e detajit pra që e ka shpuar 2 herë tek zemra, e ka mbështjell foton me fije peri, pra janë gjëra që zakonisht i bëjnë magjistarët. Por kjo nuk do të thotë që patjetër çdo herë po pe diçka të tillë është magji. Por zakonisht janë punë pra që i bëjnë magjistarët. Dhe ne elhamdulillah si besimtar mbështetemi tek Allahu i lartësuar. I lexojmë vetes Kur'an. Edhe nëse shef gjëra të tilla, pra dyshon për diçka se është magji, shumë e thjesht. Pra shef një gjë që është e mbështjell me fije peri, nyje e tjerë, merr një enë me ujë të pastër, lexon atë ajetin kursi, lexo 3 suret e fundit të Kur'anit, merri këto fijet e perit, çfarë dyshon, zgjidhi duke lexuar, pra Kur'an, merri, futi tek ena e ujit, më pas diqi dhe hidhi. Nuk humbet asgjë. Dhe Kur'ani, pra këndimi i Kur'anit është mirësi. Është shkak që Zoti i gjatësisë të ruaj, të mbroj, është shkak për shërim. Pra mirësi është Kur'ani. Dhe ti nuk humbet gjë. Allahu i ruaj.